Koalicioni vlen së shpejti do të del me qëndrim të unifikuar lidhur me modelin zgjedhor për të cilin tashmë ka 2 iniciativa në kuvend. Zëvendës kryeministri Izet Megjiti tha se të gjitha modelet në parim janë të mira, por shqyrtohen detajet. Janë afruar zgjedhjet, zakonisht kjo kërkon një periudhë më gjatë, domethënë të debatit, të jetë një proces më inkluziv me argumente pro dhe kontra, sepse në parim gjitha modelet janë të mira, po drejt që është detajet. Do t'i shohim detajet, domethënë këtë drejtim. Vleni ka brenda disa subjekte që në të kaluarën ka pas mendime ndryshme, ka pas disa subjekte kanë qenë për model me 3 njësi zgjedhore, disa me 8 njësi zgjedhore, mund t'jetë edhe me njësi zgjedhore, po varet cili model i njësi zgjedhore. Pra këto ditë do dalim me qëndrim të unifikum të vlenit për të kontribuar për zgjedh modelin më të mirë. Megjiti tha se po punohet për zgjerim të shumicës me deputet të tjerë nga fronti evropian. Sa i përket shumicës, shumica ashtu siç kemi thënë, është shumicë stabile, e përqendruar dhe përkushtuar në realizimin e programit, projekteve dhe zgjidhjen e problemeve të qytetarëve. Pra e përkushtuar në agjendën për cilën ka marrë votat. Shumica po rritet, jemi në plan të ditë po punohet që të rritet edhe më shumë me deputet nga fronti evropian. Duke komentuar mesazhin që një ditë më parë Zjadin Sela i dërgoi Ali Ahmetit lidhur me Strugën, Megjiti tha se BDI në vitet e fundit ka mbijetuar nga përçarja e opozitës, por siç tha ai, integristët kanë haruar se ai që përçan në fund përfundon nga përçarja. Ka një rregull, domethënë, ku më thonë edhe më herët, që 10 vitet e fundit BDI mbijeton me përçarjet e opozitës dhe vazhdon pra për ta përçarë faktorin shqiptar, mirë po ka një rregull, domethënë, ai që përçan në fund përfundon nga përçarja.